Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Shqipëria nuk ka qenë asnjëherë kaq afër me diasporën e saj, pra me shqiptarët që janë të shpërndarë kudo në botë. Dhe kjo erdhi si pasojë një vendimi që mori Parlamenti që në zgjedhjet e 11 majit të marrin pjesë, pra të votojnë, edhe shqiptarët që mjaftojnë që kanë në shtësinë shqiptare dhe një vendbanim në Shqipëri. Por përpara se të ndodhte kjo, ne kishim një iniciativë personale të një personazhi shumë të veçantë që në vitin 2022, që quhet Pari Turdiu, i pari shqiptar i diasporës që kërkoi zyrtarisht me shkrim që diaspora të votonte. Sigurisht kjo u bë e mundur mbas disa vitesh, pra mbas 3 vitesh, por është për të shënjuar ky moment shumë i rëndësishëm si përfaqësi e diasporës me organizatën e qendrës. Ai pra quhet Pari Turdiu, një personazh shumë i njohur në Tiranën e viteve 80, djali i profesorit të nderuar Qazim Turdiu, sot në Tiranë mban emrin një shkollë 9-vjeçare, dhe vllai i voleybollistë së njohur Silva Turdiu, dhe ky një personazh shumë i njohur në Tiranën e viteve 80. Unë kam kënaqësinë që të diskutoj pikërisht për këto që unë fola me Pari Turdiun. Është intervista e parë që ai jep, një intervistë ekskluzive që i jep për një televizion. Zoti Turdiu, përshëndetje, faleminderit që pranuat ftesën. Roland, faleminderit që më ftove. A ka ndonjë pritshmëri të veçantë prej teje, zoti Turdiu, që nga zgjedhjet e 11 majit, pret diçka që ti me të vërtet e quan si të rëndësishme? Unë pres zgjerimin e demokracisë. Pres zgjerimin e demokracisë dhe pres këtë fundin e debatit të vjedhjes së votës në Shqipëri. Këtë shpresoj. Demokracia është shumë e rëndësishme, sepse demokracia ka brenda mekanizmin e përmirësimit. Në qoftë se qeveria ballafaqohet me votuesit, me një votim të vërtet, të drejtë të rregullt, qeveria është e detyruar të performojë, dhe në qoftë se performanca e qeverisë nuk është e mjaftueshme, votuesi e dënon në votim, zgjedh një grup tjetër njerëzish të freskët me idë të reja. Këtë uroj për Shqipërinë zgjerimin e demokracisë. Ata që nuk ju njohin, dhe për ata që ju njohin pak, unë kam përgatitur një insert kush është Pari Turdiu, 10 fakte për Pari Turdiun. Ta ndjekim dhe pastaj vijojmë në studio për bisedën e mëtejshme. 10 fakte për Pari Turdiun. 1. Pari Turdiu është një nga përfaqësuesit më të denjtë të diasporës shqiptare. Ai jeton në Florida të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe është një sipërmarrës i suksesshëm. 2. Pari Turdiu është ideator dhe themelues i shoqatës Organizata e Qendrës në vitin 2022, duke qenë e para që i kërkoi shtetit shqiptar që diaspora të votonte dhe të garantohej ushqimi i fëmijëve në shkolla. Ai themeloi në vitin 1998 edhe kompaninë Alp Club, me faqen e parë shqiptare të diskutimeve online. 3. Pari Turdiu ka lindur dhe është rritur në Tiranë dhe është pinjolli një prej familjeve më të njohura në kryeqytet, që jeton prej 10 brezash. 4. Pari Turdiu është djali i profesorit Qazim Turdiu, emrin e të cilit mban një shkollë në Tiranë. Ai është vëllai i Silva Turdiut, një personazh historik që lidhet me vdekjen e kryeministrit Mehmet Shehu. 5. Pari Turdiu ka qenë një nxënës ekselent në të gjitha ciklet shkollore. Ai studioi për inxhinieri elektronike në Universitetin e Tiranës, por e përjashtuan nga fakulteti për shkak të historisë së vrasjes së kryeministrit Mehmet Shehu. Regjimi zbuloi se familja Turdiu kishte 7 të arratisur. 6. Motra e Parit Turdiut, voleybollistja e njohur Silva Turdiu, ishte e fejuar e Skënder Shehut, djalit të kryeministrit Mehmet Shehu. Regjimi asaj kohe e përjashtoi nga universiteti edhe Silvën, ndërkohë që ndaj saj u ushtrua përndjekja. 7. Përndjekja më e rëndë që i bëri regjimi Parit Turdiut ishte izolimi. Të gjithë miqtë dhe shokët që ai veti përmend, si Arben Imamin, Gensrulin dhe Shamir Shehun, u distancuan prej tij. 8. Pari Turdiu shkoi më parë në Zvicër dhe prej andej në SBA. Pari Turdiu ka bërë të gjitha llojet e punëve në emigracion, nga punëtor pastrimi deri inxhinier, shpikës patentash dhe deri sipërmarrës. 9. Pari Turdiu njeh dhe flet 5 gjuhë në nivel punësimi: shqip, italisht, frëngjisht, anglisht dhe spanjisht. Ai ka jetuar në Shqipëri,
Zvicër, SBA dhe Argjentinë. 10. Falafsive inxhinerike dhe zotimit të profesioneve të ndryshme, Parit Turdiu ka ndërtuar një shtëpi në West Palm Beach me duart e veta, themele, muratur, çati, dyere dritare, sisteme mekanike, hidraulike, elektrike, gips, kuzhinë, banjo dhe lyerje. Falenderit, kthehemi në studio, është momenti të bëjmë falënderim për ata që na mbështesin, pra sponsorin gjeneral të emisionit Dekalog, institucionin monetar MoneyGram Ak Invest, me sloganin e njohur që ne e themi shpesh, transfero shpejt, gjithmonë më shpejt, kudo dhe kurdo. Falenderit institucionit monetar Ak Invest, MoneyGram Ak Invest. Zoti Turdiu, besoj e ndoqët insertin, ato janë të dhëna që ne kemi bashkëpunuar, por sigurisht keni një ndjesit veçantë kur për të parë dëgjon në Tiranë që bën një CV për ty, bën një përmbledhje të jetës tënde, të emocionon diçka nga ato stacionet e jetës tënde? Jo, më lejo të korrigjoj një 2 gjëra të vogla nga këto vjet që u përmendën. Po? Një fotografi e imja që është marrë nga profili im në Facebook, po? Është i generuar me AI, me inteligencë artificiale, nuk janë disa tiparet mia, ajo fotografia e bukur, e djali i ri me atë kostumin, por nuk janë. Është avatari im, unë e kam vënë për shaka, në fotografinë e profilit. Po mirë, do dhe nga profili yt e kemi marrë, nuk kemi bërë kapërcime. Next. Okej. Tashti inteligencë artificiale është pjesë që s'ton lejohet. E dyta, këta emrat që përmendë Arben Imami, Samir Shehu e tjera, kanë qenë një vit para me në shkollë, por nuk kanë qenë shok të mi personal. Vërtet kur u prish biografia, shokët u distancuan, shumica, po nuk ishin këta. Unë kisha shok të tjerë të ngushtë, këta ishin thjesht të njohur, janë vendosur, do të thonë, vendosur gabim. Okej, e pranojmë këtë. Keni një ndjesit veçantë kur flitet për jetën tënde, sepse kjo është e para CV, besoj që del publikisht. Ka në një stacion të jetës tënde që ti e quan si një gur kilometrik shumë të rëndësishëm? Unë shpesh mendoj për jetën time dhe i bëj vestimet pyetjen what was your life about? Cili ishte motivi kryesor i jetës tënde? 2 motive kanë qenë kryesor në jetën time, liria dhe kurioziteti. Unë kam qenë kurioz të bëj shumë gjëra të ndryshme për t'i provuar. Unë jam ndoshta gjithologu më perfekt në fushë të shqipes. Unë e di që kjo është fjalë komike në Shqipëri, po unë e mbaj këtë titull me kremëri. Faleminderit shumë për sinqeritetin. Do kthehemi sërish te jeta jote, por baza dhe ajo që ne do diskutojmë në fillim është për zgjedhjet. Si po funksionon? Ka ndonjë atmosferë aty ku ju jetoni në Florida, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, për zgjedhjet e 11 majit, apo jemi ne kështu të rrëmbyer të lidhur me zgjedhjet edhe juve se çani kokën fare? Si është faktikisht? Si po funksionon? Diaspora në përgjithësi dhe diaspora amerikane veçanti është shumë e lidhur me Shqipërinë. Ndjekin kanalet televizive shqiptare, ndjekin rrjetet sociale, kupton, kur unë shkruaj diçka që prek sadopak dikë, për një herë më japin përgjigje në Facebook. Do me thonë i lexon gjitha. Janë të lidhur me Shqipërinë, kanë banesa aty, kanë bërë shtëpi, kanë prona, kanë kusurin, kanë prindër, kanë varre të familjes, diaspora është shumë e lidhur emocionalisht me Shqipërinë. Ka interes të lartë për zgjedhjen në Shqipëri. Ky elektorati shqiptar është pak naiv, është minor. Është jo vetëm shqiptar, edhe në vende të tjera, ka të natyrën e tifozurisë së futbollit. Ai që është i majt se ka pasur gjyshin partizan, ai që është i djathtë se ka pasur gjyshin tregtar. Unë shpesh u them që mos shikoni gjyshrat, shikoni çfarë besoni dhe mendoni ju sot.
kundrejt këtyre forcave politike që marrin pjesë në zgjedhje, megjithatë tifozllëku është i fortë dhe interesimi është i lartë. Ju thatë tifozllëku është i fortë dhe interesimi shumë i lartë. Janë të interesuar shqiptarët e diasporës për të regjistruar në fillim dhe më pas si është pritshmëria, do votojnë masivisht apo ka indiferencë? Shiko, ky organizimi i votimit të diasporës nuk u bë shumë mirë. U bë me vonesë, u bë pak inzituar në to zgjedhje. Megjithatë është shumë mirë që po fillohet. Për të regjistruar, për të votuar, duhet të kesh ID shqiptare. Shumë emigrantë nuk e kanë ID shqiptare. Duhet bërë një fushat dhe u duhet dhënë kohë të nxjerrin ID shqiptare. E dyta, një defekt tjetër i votimit këtë radhë është që nuk është krejt elektronik. Regjistrimi është elektronik, votimi është me post. Po. Kjo e bën këtë procesin pak më ndërlikuar, më të gjatë. Aplikimi për të regjistruar ishte më ndërlikuar se sa duhet. Të merr 20 minuta edhe duhet të jesh i vëmendshëm. Ajo që dëgjoj se ka bezdisur këta emigrantët, është që kërkojnë adresën fizike jashtë. Në qoftë se votimi do të ishte plotësisht elektronik, nuk do kishte nevojë për adresën fizike, identifikohesh me fytyrën, voton dhe në çast të mbaron punë. Edhe unë pata bezdit të jepi adresën fizike, sepse Shqipëria është konfliktuale, mund të kemi konflikte politike, kemi konflikte pronash, nuk duam që të vinë çmendur na bjerë me tull kokës, në Amerikë. Megjithatë unë bëra për patriotizëm, për t'i dhënë shembull edhe të tjerëve, por kam dëgjuar nga shqiptarët që deklarimi i adresës fizike ishte i pakëndshëm për ta. Pse? Është çështje privatësie, është çështje disa nuk duan që të merret vesh ku jeton. Për shembull, edhe kocësira të tilla, ti jeton një lagje të keqe, do të paraqitesh se jeton më mirë apo më larg se ja. Kupton? Në rastin tim ishte për arsye sigurie. Në rast se është çështje privatësie, adresën duan ta mbajnë sekret. Edhe nuk besojnë privatësisë në sistemat shqiptare. Dikush mund të thotë që këto regjistrat në database e KQZ-s është e sigurt, shqiptarët nuk i besojnë kësaj. Patronazhistët shfrytzuan gjendjen civile të Republikës së Shqipërisë për të marrë dhënat e njerëzve. Ka pasur hakerime. Veliaj përdori gjendjen civile për gjetur nëse ekzistonte apo jo ai Nesi Angoni. Shqiptarët nuk i besojnë ruajtjes së privatësisë në Shqipëri. Po t'jap një shembull të vogël dhe pak komik. Po? Kisha një çështje gjyqësore, zuara një avokat, duhet i bëja prokurën avokatit e noteria. Dhe avokati më çoi te noterja e tij e besuar për t'i bërë prokurën avokatit përfaqëson. Unë i thash emrin noteres, dhe noterja më thotë, po motrajo të thotë kishte blerë një apartament në blok. Dhe unë i them, unë nuk e di të këtë blerë apartament në blok motrajime, pa ajo që është më rëndësishme këtu është që në qoftë se ajo e ka blerë dhe nuk do të më tregoj mua, pse ja prishti konfidencialitetin? Motra ime ka 40 vjet dhe martuar, boll që ta di vetë dhe burri i saj, kupton? Ti si notere numërnishin ke konfidencialitetin, sekretin. Është një profesion fiduciar, e kupton? Do me thënë, noterja në Shqipëri nuk e kupton që duhet mbaj konfidencialitet, merret me thashe temet. Shqiptarët nuk i besojnë ruajtjes së të dhënave dhe privatësisë nga Shqipëria. Tani ne kam thënë që kjo e ka pësisur. Populli nuk e ndrojmë dot, ne këta jemi. Do të edukojnë. Prandaj po flasim. Zoti Turdiu, a kanë ardhur politikanët shqiptar aty në Florida ku jeni ju dhe keni pasur kontakte?
Në Florida nuk kanë ardhur. Këtu ku jam unë në West Palm Beach nuk ka cluster, nuk ka komunitet shqiptar, është një komunitet i madh në Clearwater. Nga ana tjetër e gadishëm në Florida, i mund të jenë 10 apo 20.000 shqiptar. Aty duhet të vinin. Sa është numri? 20.000. 20.000. Në një vend pranë Tampës. Aty duhet të vinin edhe ky interesimi i politikanëve për diasporën ka qenë i këtyre muajve të fundit. Tani që u marrë vesh se diaspora do votonte dhe unë ndjej se ka e filloi Rama të bënte fushan diasporë, filloi dhe Partia Demokratike tani në fund. Po, Partia Demokratike është shumë e vonuar. Njëre e abandonuar nga politikanë shqiptar dhe tani. Kush? Diaspora. Është e abandonuar. Po mirë. Relativisht e abandonuar nga diaspora ose e ignoruar nga politikanët, e ignoruar pa vëmendje politikanët. Kam një pyetje të tillë. Në 11 maj mendohet që numri të regjistruarve me ato, po themi, me atë marzhin që po shikojmë tani, nëse ka kaluar 100.000, mendohet që mund të shkojë 200.000, 300.000. Si mendoni ju që sepse probabiliteti është që këta që regjistrohen, pjesa më e madhe të votojnë. Ata që nuk regjistrohen sigurisht nuk votojnë. A do ndikojnë ata në rezultatin final të zgjedhjeve? Në qoftë se rezultati është afër, sigurisht ndikojnë. Zgjedhjet amerikane zgjidhen me 70.000 veta, 70.000 vota në këto shtete të betejës. Besoj se do të ndikojnë. Për mua ky numri i ky regjistrim diasporës nuk më pëlqen, është gënjyes, është shumë i ulët. Si e shpjegova, ka arsye objektive, është mungesa e kartave të identitetit, nuk u bë fushat, nuk u la kohë, dhe fakti që votimi nuk është plotësisht elektronik, po është elektronik dhe me letër. Votimi elektronik me app është shumë i sigurt, shumë i kollajshëm. Organizata jonë ka luftuar për këtë, bile ishte ajo që ka propozuar votim elektronik, këtë radhë u bë për gjysmë. Regjistrimi elektronik, votimi me letër, është shumë kollaj të kalohet herën tjetër, radhën tjetër në votim elektronik të plot. Cila parti është avantazhuar, po përmend dy forca më të mëdha politike, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, në diasporë? Kë mbështet? Diaspora kë mbështet më shumë? Diaspora reflekton popullin, ata që ishin atje kanë reflektuar. Shqiptarët përgjithsisht votojnë me tribalizëm, si ka qenë gjyshi, me tifozllëk, ta quajmë. Megjithatë, diaspora besoj është më avancuar se elektorati i ndenjës, është më larg tribalizmit, është edhe nuk është e lidhur me këto interesat ekonomike që mund të ketë elektorati i ndenjës që janë të punësuar në shtet apo të punësuar të oligarkët që kanë mbështetjen e shtetit. Besoj kjo diaspora është më papër. Gjithashtu në diasporë të shti ka një dëshirë, ka një etje për ndryshim. Pse? Se Rama ka atje 3 mandate, ka qenë edhe në bashki, domethënë që është numri 2 i shtetit, dhe për ndërtimet është numri 1 i shtetit, domethënë ka në fuqi 20 çelëkshekulli. Diaspora e kupton që duhet rotacion, motori i demokracisë rotacioni. Këta që janë sot në pushtet, ato që dinin t'i bënin i kanë bërë, tashti duhen njerëz të rinj, ide të freskëta, të korrigjohen gabimet, të bëhen gjëra që janë lënë pa bërë. Nuk ka nevojë ta shpjegoj, është vetë shpjegues që demokracisë i duhet rotacioni. E dyta, patëm një ndryshim të fuqishëm në Shtetet Bashkuara me Trumpin. Një disruption. Kjo ishte një zgjedhje e veçantë, ishte një kthes e fortë. Diaspora shqiptare përgjithsisht kanë mbështetur Trumpin. Jo vetëm ata që quhen djathtë,
po edhe komsat që quaj bitë komunistat tonë, kjo ka arsyet e veta, edhe në qoftë se bëjmë një paralelizëm me Shqipërinë që regjimi Rama ishte lidhur me këtë krahun liberal politikës amerikane, kurse e djatha shqiptare ka një lidhje më natyrore me djathën amerikane, besoj kjo do ndikoj edhe në zgjedhjen në Shqipëri. Si do ndikoj? Në lidhje me diasporën amerikane, dy gjëra është dëshira për ndryshim, për rotacion, po me një parti, provuan njerëz të tjerë, edhe dyta është efekti i fitores së Trumpit në Amerikë, edhe kjo simpatia që shqiptarët kishin për Trumpin. Shqiptarët u pëlqejnë burrat e fortë. Dhe Trumpi është i fortë, shqiptarët e pëlqejnë që në fillim. Edhe Rama i fortë është? Edhe Rama është i fortë, edhe Berisha është i fortë, në trumpizmin, në simpatin për trumpizmin, futet edhe diçka tjetër, nga në shqiptarëve, që nuk është shumë pozitive, që është rasizmi. Çfarë lloj rasizmi kanë shqiptarët? Shqiptarët kanë janë emigrantë të rinj, erdhën këtu me asgjë. Ngjyra e lëkurës për shqiptarët ishte një aset. Të paktën jemi të bardhë, të paktën dukemi si ajo pjesa më të themi e privilegjuar apo e avantazhuar e mundit. Domethënë, shqiptarët e mendojnë vete si aristokraci raciale. Kjo ka një vlerë për ta edhe nuk duan të lësojnë. Dhe shqiptarët janë që kjo është negative, janë zakonisht, janë kundër minoriteteve. Edhe konkurenca me minoritetet raciale ndodh në atë pjesën e ullët të shtresës mesme, të themi ustallarët, portierët, pastruesit, kamarierët, ata bëjnë konkurrencë me punonjësit me ngjyrë në Shtetet Bashkuara. Dhe ky racizmi, në qoftë se quajmë kështu, vjet re në këtë lloj strese sociale, kur shqiptarët si emigrantë të rinj për pjesë. Domethënë kanë konkurrencë me patisat me ngjyrë në punët ku punojnë akoma, në lagjet ku banojnë, ku pëlqen ta konsiderojnë veten si fisnikri raciale ta quajnë, dhe kjo bëri që ata që një nga arsyet mbështesin këtë të djathtën amerikanë. Zoti Turdiu, lajmi i fundit të Tiranë është që drejtuesi dhe truri i fushatës së Donald Trump, që solli dhe fitoren e tij, Chris La Civita, sot ka marrë zyrtarisht edhe detyrën e drejtuesit të fushatës së zotit Berisha. A është kjo një parathënie që mund ndikoj kjo në rezultatin e zgjedhjeve? Pas sot në mëngjes ishte një kolpo e fortë kështu mediatike edhe reklame për Berishën në këtë tani ky pozitive është për partinë politike, këta menaxherët e fushatës, ky ishte ko-menaxher, bashkë-menaxher i fushatës, bashkë me atë gruan Suzy Wiles, ajo sot është shefa e kabinetit e Trumpit. Domethënë këta ishin dy kolegë, punuan bashkë, shkojnë shumë mirë bashkë. Patën një relacion shumë mirë gjatë fushatës, ajo është shefa e kabinetit, është të themi si punë kryeministre e Shtetit Bashkuar. Është shumë pozitive për Berishën. Vërtet ky është menaxher profesionist në një fushat e merr në po edhe dorën e kanë çik të rënd, thonë, e pagesë dorën e ka të rënd. Sa? Po kontaktet janë shumë të mira. Sa të rënd? Do të thënë përballon Shqipëria, këtu e kam fjalën. Shikoj, varet nga angazhimi i tij. Në qoftë se ai punon shumë, fut shumë orë, duhet ta paguash shumë. Në qoftë se ai shkruan disa dokumenta, disa plane, disa orë punë, me orë paguhen. Përderisa ata e kanë marrë në punë, domethënë se përballojnë.
sa i fuqishëm do jetë angazhimi i tij, do jetë një drejtim teorik nga distanca, apo do jetë do breve fshat në fshat, të Shqipërisë, është mbetet të shifër. Jo, mbetet të shifër, po ai sot deklaroi që Sali Berisha është njësoj si Trump, është persekutuar nga Edi Rama. Shiko, Berisha vërtet u persekutua. Berishës janë xhinitën. Të pas ka ardhur keq. Nuk më ka ardhur, më vjen keq për çdo shqiptar. Do më vjen keq edhe për Ramën. Shqyqyr që kemi demokracinë liberale, apo diçka afër demokracisë liberale, që i mbron të gjithë relativisht, në këto situatat e politizuara në Europën lindore, stalinistët i hinin nga penxheria. Ta demokratët çek, polak, në kohën e tranzicionit ndërmjet demokracisë dhe komunizmit, që ishin ato qeveria përzierë, i hinin nga penxheria. Në një situatë tjetër në stalinizëm, Berishën do e kishin vrarë. Po ishte demokracia liberale, e goditën me atë non grata, nuk ishte, unë e kam thënë që ditën e parë dhe e kam thënë publikisht, kur ishte Biden edhe bila unë i shkruaj në një letër Bidenit, edhe i thash... I ke shkruar letër Bidenit? Kam shkruar letër Bidenit, e mori? E kam shkruar në Facebook, që kur u shpall Berisha non grata, i thash na çuditët se Bush 1, Bush 2, Obama, Hillary e kanë vlerësuar. Erdhi Hillary në 2012-ën, ishte sekretare e shtetit dhe vlerësoi. Tash ju, e njëjta parti, i njëjti ekip e shpalni në non grata, Berisha... A të ktheu përgjigje Biden? Kthyen ato përgjigjen standarde që morën letrën tuaj, do marrën konsiderat, faleminderit për... Po ju kanë kthyer përgjigje, domethënë. Shiko, shtëpia e parë gjithmonë kthen përgjigje. Gjithmonë. Shqiptarët nuk kthejnë përgjigje. Ne i shkruam gjatë fushatës si organizat, e shkruajtam në emër të organizatës, edhe Trumpit, edhe Kamala Harris, duke parashtruar disa kërkesa për Shqipërinë, na u përgjigjen të dy. Po ishte përgjigje kështu formale apo ishte përgjigje? Përgjigja ishte që kishin lexuar, sigurisht është përgjigje e stafit, nuk mund të presësh që Trump në mes fushatës të lexonte letrën e paritur diut. Ti lexon gjitha korrespondenca, po ishte përgjigje e stafit që letra ishte lexuar. Dhe ju çfarë i kërkuat Trumpit dhe Kamala Harris? Ne i kërkuam mbështetje për reformën drejtësie. I kërkuam që të sjellin 100 gjykatës amerikan, se gjyqtarët shqiptarë nuk e përballojnë dot. Gjyqet vonohen jashtëzakonisht, dhjetra mijëra njerëz presin prej vitesh rezultatet e gjyqeve. I kërkuam gjithashtu mbështetje për Kosovën, për integrimin e këtyre komunave veriore Mitrovic në rendin kushtetues të Kosovës, dhe i kërkuam mbështetje për bashkimin e trojave shqiptare në një ditë ardhme, nuk ka kuptim dy shtete të vogla në një kohë. Stop, kjo që nga jashtëzakonshme. Domethënë ju, zoti Turdiu, nëpërmjet organizatës së qendrës, i keni kërkuar presidentit Trump bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Po, se dëgjoj, për ju është presidenti i së bashkuara, për ne është presidenti ynë. Kupton? Amerikanët flasin me presidentin shumë lirshëm. Këto kërkojmë ne si amerikanë. Kjo është një organizatë shqiptaro-amerikane. Antarët e organizatës bordi janë shtetës amerikanë me origjinë shqiptare. Ne nuk e kemi problem të kërkojmë qeverisë tonë gjithçka. Gjërat mira. Tani, për bashkimin e Shqipërisë me Kosovën, ose më saktë Kosovës me Shqipërinë, morët një përgjigje specifike konkrete? Përgjigja ishte standarde, tashti unë tekstin nuk e mbaj mend, po ishte një përgjigje që
customized, e personalizuar, që ata e kishin lexuar letrën. Nuk na çuan një kartolin nga ato të shtypurat, por letra ishte lexuar dhe ishte kthyer në përgjigja e asaj letre. Sigurisht ata nuk na bëjnë premtime neve, vetëm se ajo që ndodh është që letrat e popullit për qeverinë amerikane ka rëndësi. Ata e lexojnë dhe i fusin në një database. Dhe kur krijon atë database të komunitetit shqiptar amerikan, dalin aty kërkesa çfarë kërkon shqiptarët. Edhe një zgjurat e tyre politike janë organizime politike të mëdha, të ndërlikuara, kur ulen për diskutuar votën e shqiptarëve, marrin në shqyrtim kërkesat e shqiptarëve, çfarë mund plotëson ne, çfarë nuk plotëson do. Jo, për ta specifikuar këtë, përgjigja për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë ishte pozitive apo negative? Përgjigja ishte kështu, që falemnderit që na shkruat. See you later, alligator. Ishte do i marrim parasysh, do mendohemi, do i marrim parasysh, do i konsiderojmë seriozisht kërkesat tuaja. Do i konsiderojmë seriozisht. Se çfarë do bëjmë pastaj, varet nga politika e shtetit amerikan, një rajon caktuar, një moment caktuar. Sipas jush, shumë shkurt, presidenca Trump, pra presidenti Donald Trump, e dëmton qeverisin e Edi Ramës apo e përkra? Shiko, kjo kthesa e madhe që po bën Trump është MAGA, Make America Great Again. Dhe është izolacioniste. Rryma izolacioniste është shumë e vetur së takuara dhe tashti është rivizituar. Dhe është të fokusohemi në problemet tona, ta lëmë botën të zgjidhë vetë problemet e veta, dhe ne do merremi vetëm me qeveritë e vendeve të botës në mënyrë transaksionale. Që do me thënë çfarë le Verdisë e Bashkuara, çfarë bën ti për mua sot. Nga viti 1945, mbas luftës së dytë botërore, deri tani 2025, në Amerikë ishte konsensusi liberal. Edhe republikanët, edhe demokratët, politikën e jashtme kishin të ngjashme dhe ishte përhapja e demokracisë në botë. Po tani? Konsensi liberal quhet. Kupton 80 vjet. Konsens liberal. Është në literaturë. Brenda vendit kishin ndryshime, e kupton më shumë taksa, më pak taksa, po merreshin vesh. Nuk ishin shumë larg. Trumpi kërkon të bëjë një kthes të theksuar, në anglisht e quajnë disruption. Do të ta kthej atje ku e la Wilsoni? Trumpit i pëlqen McKinley. McKinley ishte rreth vitin 1900, pak para vitin 1900, dhe është themeluesi i imperializmit territorial amerikan. McKinley filloi luftën me Spanjën, mori Filipinet, mori Porto Rikon, pastaj McKinley e vran. Theodore Roosevelt i parë, u president, vazhdoi me McKinley, ndërtoi kapi atë pjesën e kanalit, realizoi pavarësinë e Panamas nga Kolumbia, kapi pjesën e kanalit, ndërtoi kanalin, ndërhyu në Kubë, pushtoi Kubën, domethënë kjo është pjesa e imperializmit territorial amerikan. Kjo i pëlqen Trumpit. Trumpi referohet shpesh McKinley. Çfarë bëri McKinley? Bëri gjithashtu tarifa të larta doganore për të mbrojtur industrinë amerikane nga konkurenca e industrisë europiane. Tarifat doganore të McKinleyt krijuan një boom në industrializimin e Shtetit Bashkuar. Dhe Trumpi referohet shpesh McKinley. Do të thonë Amerika po kthehet në izolacionizëm. Për të diskutuar këtë marrëdhënien e Amerikës me Shqipërinë, marrëdhënien e re, është që nëse Amerika kthehet në izolacionizëm, do të thonë i tërheq duar nga Shqipëria. U pre USAID, u tërheq operati. Përkohësisht.
përkohësisht ose do ta rishikojnë, do jetë shumë i reduktuar, thonë. Nga 10.000 veta, USAID do ketë vetëm 300 punonjës. Nga 10.000 në 300. Do rishikohen, flitë këtu që do lejohen vetëm programet që kanë të bëjnë me sëmundjet ngjitse në botë, trajtimin e AIDS-it në Afrikë dhe shpëtimin nga uria të popullsive në botë që kanë kështu katastrofa ekonomike. Do me thënë, USAID do përqendrohet vetëm në ato funksionet bazike të mbështetjes së situatave katastrofike në botë. Tash në Shqipëri është kjo. Në Shqipëri i tërhoqën, konform politikës së Trumpit, tërhoqën dhe specialistat e nxori ambasadë amerikane atë listën me 20 institucione të rrinë specialistat. Tash në qoftë se Amerika tërhiqet nga Shqipëria, si do i detyroj shqiptarët të bëjnë kështu apo ashtu? Kur tërhiqesh nga një vend, të bie dhe influenca në atë vend. Unë shpresoj, mua nuk më pëlqen fare tërheqja e Amerikës nga Shqipëria, nuk kam besim se shqiptarët janë gati për demokraci, shpresoj që nëse Amerika tërhiqet, ta kapi Europa. Do me thënë, ndihmë amerikane të zëvendësohet me ndihmën europiane, derisa Shqipëria të piqet dhe të ecë vetë me këmbë dhe veta si një demokraci perëndimore. Jo, okay, Evropa, po dhëm ka vetëm Amerika, Evropa nuk ka dhëm. Cilat janë dhëmbët e Amerikës në Shqipëri? Drejtësia. Specialistat amerikanë në institucione, trajnimet që bëjnë shqiptarët në Amerikë dhe USAID. Këto janë dhëmbët. Po i tërhoqin këta njerëz Amerika, do të rregjë dhe influencën. Po, shumë e drejtë. Po ajo që ne kemi si më të rëndësishmen është drejtësia dhe SPAK-u veçanërisht. Amerika ishte mburoja për SPAK-un. Nëse Amerika tërhiqet, atëherë del zbuluar SPAK-u. Atëherë SPAK-u do ngelet me forcat e veta. Tashti ata janë jurist, janë prokuror, janë gjykatës të trajnuar në Amerikë. Ata këtë drejtësinë perëndimore kanë mësuar. Ata ndodhen në një presion të jashtëzakonshëm nga këto forcat e krimit që ata po mundojnë të luftojnë. Prandaj ata kanë pas nevojë. Shqipëria është vend i vogël, është shumë e vështirë të izolohesh, nuk izolohesh dot në Amerikë, të izolohesh nga presionet e interesave. Shpresoj që Amerika të qëndrojë afër. Mua më duket se Amerika do të tërhiqet, se është konform me politikën e re, me kthesën. Shpresoj që këtë rolin e Amerikës në mbështetjen e drejtësisë shqiptare ta luajë Europa. Ka nevojë drejtësia shqiptare për mbështetje. Ky është i lajm i keq, zoti Turdiu, por ne do ta diskutojmë dhe pak më vonë këtë. Ndërkohë kam disa fotografi që do doja ti komentojmë, sepse janë të lidhura me momente ngjarje të ndryshme. Ju lutem regjia, fotografinë e parë, full screen. Ky është babai juaj. Ky është babi. Qazim Turdiu i nderuar, profesor i nderuar. Është në moshën mund të jetë 55-56 vjeç. Është si e mbaj mendun. Po. Ai rrinte edhe në shtëpi me kostum. Në shtëpi? Edhe në shtëpi me kostum. Shkonte në universitet me kostum, pastaj nuk e ishte. Tonë dhe ky ishte babi, kjo është figura e babit që mbaj mendun. Me syze me kostum. Si mendoni ju që pse ka një perceptim kaq pozitiv dhe kaq vlerësues për babain tuaj, jo vetëm se ishte një profesor në universitet, profesor matematike, se Shqipëria ka pasur shumë profesor matematike dhe nuk e kanë atë vlerësimin dhe respektin, edhe pse ka shumë vite që ai është ndarë nga jeta, edhe pse ka shumë vite që fëmijët e tij nuk jetojnë në Tiranë. Kur përmendet emri Qazim Turdiu, ka një lloj nderimi, ka një lloj ceremoniali. Pse? Nuk kishte shumë profesor të tjerë. Babi ishte i dyti në Shqipëri me arsim të plot matematik.
profesor Fundo, Kiço Fundo, ai Korçari, që ishte pak më i madh se babi, edhe ai Francës, pastaj babi. Ton nuk ishte shumë profesorë. Çliri mo viçi e quaj unë me kështu me sarkazëm. Domethënë 45-a e gjeti Shqipërinë me 300 kuadro të larta, vetëm 300. 300. Ishin pak, vetëm pak. Të diplomuar. Të diplomuar. Tani profesor Fundo unë e kam njohur, ishte matematikan shumë i mirë, po nuk kishte karizëm, nuk kishte pamje, nuk kishte karizëm. Babi kishte të dyja. Ishte matematikan i mirë, mësues i mirë, edhe aktor i mirë. Profesori duhet i ketë të treja ato, të ketë karizëm, ta emocionoj atë studentin, ta frymëzoj, babi e kishte këtë. Tani, babi morën në Francë në vitin 1939. Pastaj erdhi pedagog në gjimnazin e Tiranës, pedagog matematikës. Nga viti 43-44, drejtori i gjimnazit, babi ishte në drejtor. Drejtori ishte Mihal Zallari. Mihal Zallari u bë regjent, babi u bë acting director, domethënë drejtor në detyrë. Drejtor në detyrë i gjimnazit. Në gjimnazin e Tiranës ishin gjithta komunistat pastaj. Ishin gjimnazistë. Ramiz Alia, domethënë ai ka pasur nxënës Ramiz Alin. Ramiz Alin edhe gjithë të tjerët, këta të ai moshët të këtij brezi. Dhe këta e donin, ishte profesor i ri, shqiptar, me karizëm, e donin. Edhe pastaj çfarë bënte ky, i mbronte ky ndaj, të themi, Gestapos, Gjermanëve, se Gjermanët vinin në shkollë, cilët janë komunistat, kupton? I kërkonin babait. Drejtorisë. Po. Babi dhe profesorat i mbronin, jo si komunista, si rini shqiptare. I dim se ata i 17 vjeç, kupton? Tu dorëzonin Gjermanëve. Këta ja dinin, dhe kjo është në dokumentat e komunistave, se unë kam marrë dosin e babit. Këto ja dinin për nder dhe nuk ja harruan. Cilët ishin disa emra? Mund përmendësh Ramiz Alia, kush tjetër nga nxënësit e babait tuaj? Ai që u bë më i madhi ishte Ramizi, edhe Ramizi ka qenë shumë i mirë matematik, i talentuar. I talentuar, ë? Dhe kishte një relacion ndërmjet profesorit matematik, i talentuar, shumë mirë. Dhe Ramizi ka thënë edhe vetë në një intervistë që mua më pëlqente matematika. Po, studioj për marksizëm në Moskë. Shiko, matematikanët i bën të gjitha, se matematika është shkenca e arsyes, logjikës. Po pa dhe logjikën, bën edhe filozofinë, bën marksizmin, bën të tjera. Edhe po të tjerë personazhe përveç Ramiz Alis? Po tash ti unë edhe nuk i mbaj mend, po ishin këto të themi kuadrot Procomura, kuadrot që mbase Manush Alimani që u ekzekutua ka qenë nxënës si babi tuaj? Manush Alimani ka qenë në Shkodër dhe babi kur nga Franca vjen më parë ka për në Shkodër, ndoshta ka qenë në gjimnazin e Shkodrës. Jo, në gjimnazin e Tiranës e diun se ka qenë në një klasë me Ramiz Alin. Apo në gjimnazin e Tiranës. Gjimnazin e Tiranës. Nuk e di. Nëse ka qenë në gjimnazin e Tiranës, patjetër që babi e jepte matematikën. Babai juaj për hir të këtyre cilësive që the, krijoi një profil shumë interesant dhe një autoritet për shkak të asaj që ai kishte bërë dhe respekt. Ai ishte i lidhur me komunizmin, ishte antar i Partisë Komuniste dhe të Punës? Nuk ishte fare i lidhur me komunizmin, bile kjo familja ime ishte pronare e madhe të quajnë, kupton, nuk ishte politike, ishte apolitike. Babi ishin 10 vëllezër. Sa? 10 vëllezër? 10 çuna 3 motra. Nga Tirana? Edhe në Tiranë. Tiranë. Gjithë shkollat lartë, kupton, edhe njëri nga këta, Ramazani, një nga motrinjt, ka qenë në një klasë me Ramiz Alin, u bë me rinin e ballit. U bë antar i Komitetit Qendror Ballit Kombëtar, ikon nga Shqipëria në një varg në Mitat Frashin, Alikët Sur.
Si quaj edhe një vllai babait? Ramazan Turdiu. Ramazan Turdiu. Shkojnë në Itali, bëri doktorat për farmaci, eri në Amerikë, e kupton, unë kur era në Amerikë, Gjaja priti, Ramazan. Edhe do më thënë, nga gjithë ta djemë, i vetmi i politizuar ishte Ramazani dhe ky ishte në balë. Në theqë në balë. Si shpëtoi babai juaj deri pa shkuar te ngjarja e 81-shit? Si shpëtoi në kuptimin që me një vëlla të arratisur dhe jeta ishte normale? Ishte edhe një vëlla tjetër, babi që është Faiku ishte mjek. Faiku bëri 3 vjet në Itali, pastaj kapituloi Italia, ngelin në Shqipëri, këta komunistat e quan në Zagreb për në mbaruar shkollën, kur u prish Shqipëria me Jugosllavin, ai nuk erdhi. Dy të arratisur. Të arratisur ose një gjysmë, e kupton, ne mundoheshim të thonim që Ramazani iku para 44-ës, kurse Faiku nuk ishte politik, e kupton, mundoheni ta sulvatonin atë. Po e them edhe një herë pyetjen. Atëherë si shpëtoi babai? Si nuk e goditën? Tash para e donin ta komunistat se kishte mbrojtur. E donin komunistat se e kishin mbrojtur. E kishte mbrojtur, e kupton? Edhe babi ishte antifashist. Ishte antifashist, kjo është e rëndësishme. Kam një dokument të Simit, Simi ishte kjo policia politika amerikane. Shërbime sekrete italiane. Italian, që thonë të Turdiu Lagami, që ishte daje babit, Fiqeri Lagami, dhe Ndroqi, që ishte djali Tezes i gjyshes, sepse Ndroqi janë anti-italian dhe antifashista. Shumë e bukur kjo. Ishin patriot këta, ishin inteligencia shqiptare e pavarësisë. Do të thënë, Parit, po më duket babai yt, ai Sandër Prosi te filmi Lulkuqet mbi mure. Jo Lulkuqet mbi mure, më fal, Vajza me kordelet kuqe. Çu ishin këta intelektualët e vjetër shqiptar të pavarësisë. A ke parasysh Vajza me kordelet kuqe, Sandër Prosi? Ai po më jep profilin e atij me çfarë ti e vizatove me fjalë. Okej, foto tjetër, se kemi disa foto për babit shpejt e kupton? Tashti ky ishte jaftë. Babi ishte jaftë. Dhe kur komunistët vendosin të krijuan fillim në institutin e lartë pedagogjik, pastaj universitetin i duheshin 4, kupton? Edhe në matematik kishin vetëm babin dhe kishopun. Babi pastaj vetëm mbasi linda unë e quan të bënte doktorat në Moskë. Pse ka bërë doktoraturë në Moskë? Po, bërit në Lomonosov të Moskës. Kur babi ishte pa fëmijë nuk e nxirrnin se kishin frikë mos ikte. Sa po linda unë e quan, kupton? Se banin peng çunin, si Skënderbeu. Edhe ju jeni 2 fëmijë. Ju jeni 2 fëmijë? 2, ju dhe motra. Po, foto tjetër? Motra, më e vogël. 3 vjet më e vogël është motra. 3 vjet më e vogël, po. Nga më i madh. Pastaj u themelua universiteti, pastaj ndodhi ky ndihma sovjetike, ndihma kineze, industrializimi. Kjo Shqipëria kishte nevojë për inxhiniera. Dhe Fakulteti i Inxhinierisë mori rëndësi të madhe. Kjo duket se të gjithë bitë e byros të ati bresit gjithë u bënë inxhiniera. Dhe ju studiuat për inxhinieri? Edhe unë inxhinieri, po këta që ishin pak më të nëjse unë këta, djemët e tyre i quan të bëshin inxhiniera. Ishin të aftë? Babin e quan të bënte matematikën inxhinieri, si matematikë kanë më i mirë që kishin. Do me thënë, babi kishte studenta gjithë të atashti djemët e fëmijët e byros. Gjithë. Të gjithë djemët e fëmijëve? Berit, Mehmetit, Tysniut, Kadriut, Beqeballukut, Abdyl Kollezit, e kupton, unë bajmënd kur vinin në shtëpinë time, unë isha i vogël. Ta ishin studenta dhe vinin ata të shtëpia juaj? Vinin. Kë mban mend? Mbaj mend çunat e Dylit, Abdyl Kollezit, çunat e Pilos,
ndoshta Beqevallukut, Beqiri ishte e Tiranës, e thirrë dhe babin për drek, Kadriu e thirrë dhe babin për drek. Kadria Zbiu. Tashi, profesorat e universitetit, atëre ishin yje. Universiteti ishte i ri. Universiteti kishte qenë ëndra e popullit shqiptar. Profesorat kishte pak. Pastaj filluan të çonin studenta në në Bashkimin Sovjetik, Poloni, Demokraci Popullore, derisa mbaruan shkolla për matematikë, ishin asistenta, docenta apo profesorë, kaluan 15 vjet. Profesorat ishin pak. Edhe ishin yje, ishin si të themi këto yjet e Instagramit sot. Do të thënë profesorat e matematikës në atë kohë, do të thënë që ishin shumë pak, babi yt dhe dikush tjetër, ishin si yjet e Instagramit sot? Po jo vetëm matematikës, edhe fizikës, edhe kimisë, Uneshka, Karajani, Çabej, letërshise, këto ta profesorat e universitetit të atë vjetrit. Ishin celebritete në atë kohë. Okej. Këta komunistat babit ja dhanë të gjitha titujt edhe të gjitha dekoratat. Çfarë dekoratat? Çfarë tituj? Titulli më lart ishte titulli profesorit, atëherë kishte shumë pak profesorë. Dekoratat ishin mësues mbrituar, nga infrashri i klasit të parë, këto dekoratat punësërisht. Megjithatë, Parit, në momentin më të vështirë të familjes tuaj, ata nuk e ndihmuan babain tuaj. Dhe vetëm se gjithmonë në ngasmonin. Gjatë gjithë kësaj kohe që babi ishte i respektuar dhe i suksesshëm, ne gjithmonë në ngasmonin. Si u ngasmonin? Për shembull, maman time, që është nga familja Pipa, që ka qenë familje e goditur, rreth familjar, e kanë pushuar 3 nga puna. Wow! Pse? Punonte si kontabiliste në uzinë traktori, pastaj në kombinat të traktorëve, e pushonin nga puna. Sa herë bënin ndonjë kështu rishikim dokumentave, ato të kuadrit punë e pushonin, duhej që babi të shkonte te Pilo që ta merrnin prapë. Kupton? Mamaja çfarë kishte, ku kishte studiuar? Mamaja ime ishte në shkollë të mesme, po punoi si llogaritare, pastaj për llogarie, kështu me eksperiencë. Si quhej mamaja, Parit? Gjimnazin e Shkodrës. Asime Pipa në gjimnazin e Shkodrës. Kishte mbaruar gjimnazin e Shkodrës? Mamaja ime në Shkodran. Po, të mbaroj gjimnazin e Shkodrës, gjimnazi ishte si universitet atëherë, ai gjimnaz si famsh. Mamaja ime ka qenë këto ishin 6 motra, këto kanë qenë të gjitha në Nana Mretnesh në Tiranë, po pastaj mama ime ishte më e vogla, u prish ky Nana Mretnesh e vjetër dhe vazhdoi pastaj gjimnazin në Shkodër. A pse filloi shkollën këtu një herë? Po. A filloi në Nana Mretnesh dhe pastaj vjoi po. Nana Mretnesh ishte 8 vjeçare dhe mesme. Shkolla e vajzave. Kishte shkolla për vajzë. Pse në momentin më të vështirë të familjes tuaj nuk e ndihmuan babain tuaj, po i nxorën jo të arratisur, jo ke kaq të arratisur etj. La raison d'etat është për arsye shtetërore dhe arsyeja shtetërore ishte kjo që për mendimin tim ky Enveri po bëhej gati, po mendonte për kohën pas Enverit. Çfarë do ndodhi pas meje. Edhe ai ishte shumë interesuar si punonte familja. Edhe këta e kuptonin shumë mirë, se nuk ishin naiv, ishin inteligjent me përvojë, që Shqipëria nuk do jetonte dot vetëm pas Enverit, këta shpresonin që Shqipëria të kthehej te Bashkimi Sovjetik ose ndoshta me perëndimin ton, edhe për të bërë ato prerjen me të kaluarën, duhej sakrifikuar një kokë apo disa koka që krimet e të kaluarës t'i visheshin atij. Nuk mund t'ishte Mehmeti, se lidhej me atë shtypjen e madhe që bën komunistat, krimet i takon të asaj periudhe, atëherë sakrifikojnë Mehmetin, sakrifikojnë Kadriun, ja veshin krimet atyre,
Enveri do vdesi dhe do jetë Ramizi me duart pastra dhe ka thënë Ramizi, unë jam marrë vetëm me sektorin ideologjisë. E ka thënë Ramizi, e ka thënë Nexhmia në intervistat e saj që unë jam marrë vetëm me letra, me filozofinë, unë s'kam punuar asnjëherë në aparatin shtypës. Kupton? Sakrifica e Mehmetit ishte për të larë duart nga e kaluar. Disruption. Për të bërë një disruption, një kthes. Dhe gjitha këto i kalkuloi Enveri? Enveri, pas me Nexhmia, pas me Ramizin. Tani, ne u bëm gati na internonin. Neve bëm gati valixhet, shkoi babi në arkën e kursimit, mori sa lek që të kishte kesh në xhep, dhe ne u bëm gati na internonin. Na thanë që ai organizati Parisë Lagjes, ashtu ishte, fillon nga Lagja, ka marrë vendim për të internuar. Pastaj ne nuk internuar. Dhe njerëzit vrisnin mendjen që kush i mbron këta. Dhe më vonë, pasi ra komunizmi, morën vesh që kryetari i fshet i komisionit të internimeve pas ka qenë Manush Mstiu. Po. Manushi ka qenë ministër arsimit dhe ka punuar afër me bank. Ishte edhe bursotni, pavarësisht nga komunizmi, familje mirë, kështu kaminjote, vlonjate, ishte bursotni dhe e kuptuam ne që atë internimin e ka ndaluar Manushi. E ka ndaluar ai, po me lejen e Enverit? Të paktën të Ramizit. Ndoshta të Enverit, e kupton? Do me thënë, në atë situatë shumë të rëndë që u kryua, që u fry jashtë proporcionit, që bën shumë të madhe, që bën poliagentur, që një nga këto lidhjet e poliagenturës ishte nëpërmjet motrës time dhe Arshi Pipës. Kupton? Ashtu u tha, qofse mban mend ti i vogël, po. Po. Ashtu u punua në të gjitha qendrat e punës së organizave të partisë, qendrat e punës në universitetet, shkollat e Shqipërisë, u punua ky variant. Ne nuk u internuam, nuk u burgosëm, u përjashtuan nga shkollat, na pushuan nga puna, u përjashtuan kushërinjtë e mi nga shkollat që ishin studenta, dhe kushërinjtë e mi nga puna u transferuan jashtë Tiranës. Po jo internime dhe burgosje, disa e quajtën si një mbrojtje relative. Si? Një mbrojtje relative. Mbrojtje relative. Komunistat çuditeshin, si ka mundësi që me këto gjëra të tmerrshme që kanë bërë këta janë akoma në Tiranë. Ishin ata komunistat. Kë urreve më shumë në gjitha të histori i parit? Kë kishe personazhe urreje shumë, që nga i shikohet gjitha të këqijat? Neve, brenda nesh, nga pikpamje psikologjike, na ra më lehtë se sa u binte komunistave. Ngjarje të tilla u bin komunistat. Komunistat ndanin gratë, vrisnin veten, e kupton? Kurse ne ishim të përgatitur që nga këta mund të pritet gjithçka. Ne, unë mbaj mend veten që i vogël, ne na duke vënd vetja si në vend të pushtuar. Që kjo qeveri nuk është e jona, nga këta mund të pritet gjithçka. Dhe ne, nga pikpamja psikologjike ishim të përgatitur, po? Dy, kishim një rreth të madh familjar në numër që qëndroi solidar. Shumë e rëndësishme kjo. Tani, trëmben ata që janë në punë të mira, që kanë frikë se mos i heqin, e kupton? Ata që nuk ishin komunista nuk trëmbeshin nga ai, trëmbeshin. Domethënë, kjo ndikon. Po e dyta ndikon që ishte një familje e vjetër, me solidaritet, me formë qytetar. Domethënë, ne nuk ishim vetëm, shokët
ne kemi shkuar edhe unë dhe modra në shkolla të mira, e kupton, shokët tanë ishin të kësaj, të themi. Por ju përjashtuan? Na përjashtuan. Edhe ty dhe motrën? Edhe mua dhe motrën. Ju ishtë në vit fundit? Unë dëgjoj. Kjo Mehmeti u vetvra në dhjetor 81. U vetvra, je i sigurt për këtë që u vetvra apo e vra? Po e vënë në thonjza, mua më duke se kanë vrarë. Unë besoj se kanë vrarë. E kanë vrarë? Po them e vetë vranë. E vetë vranë. E ka thënë bashkimi këtë. Sarkastike që përdoret. Jo, e ka thënë bashkimi, babaj tim i vranë veten. I vranë veten. Ne në fillim, shkoj babaj në komitet qendror, edhe i njifte gjitha ta spjegova në si njifte, dhe i pyti të ashti që ato bëtë me neve. Edhe i thanë, si më thëmë ri, që nuk do bëtë gjë me juve. Vazhduam në shkollën, silën e hoqën nga sporti, por ne vazhduam shkollën të 82-shin, unë mbarova elektronikën të 82-shin, u futa në vit të 5, të 82-83, që bëj stazh dhe mbroj vetëm diploma. Në 83-shin, do më thëmë nga në fundit 81-shin, në 83-shin nga kanë përjashtuar, sepse Enveri vendosi të nxirrte librin Titistat. Po? Do më thëmë, gjatë 82-shit, Enveri kishte kopsitur gjithë të situatën, kishte zbuluar këtë grupin armiqësor, lidhjet me Mehmeti, por agentura, kadriu veçor ta, këtë situatën e familjes time me 7 të arrati, po të lexosh librin të Tistat, e ke 7 kriminal dhe të arratisur, familje deklasuar dhe reakcionarë. Nuk ishin familje deklasuar dhe reakcionarë për para, u bëm pasi doli librin të Tistat, nga përjashton nga shkolla, neve, kushurinë, po nuk u burgosëm as u internuam. Do kthejmë sërish aty, po, zotë Turdiu, një lajm që sot ka bërë buj, bile në orën diku, po themi rreth orës s'mund të ndaj do të fiks në orën 14, gjykata e posaçme ka marrë mas arresti për zotin Erion Veliaj, mas sigurie, arrest me burg për zotin Erion Veliaj. Cili është komenti juaj për këtë? Jo, më vjen shumë keq që kemi arritur këtu. Mua më vjen keq. Jemi vend i vogël, në vend që ta qeverisim vendin ton me konsensus. Demokraci, konsensus, të mbrojmë njëri tjetrin, të lejojmë një rotacion, po ndodhin gjëra të tilla. Të bëj një aty komente për Erionin, në bashki ishte një hap përpara. Bashkia e Erionit ishte një hap përpara në krahasim me bashkinë e Bashkës, që ishte para Erionit. Unë kam pasur shumë punë me bashkinë, nga që jemi pronar dhe kemi pas lejë dhe ndërtimit të fisit, ndërtesat të fisit, këto inspeksionet, të ta shumë punë me bashkinë. Edhe ditë të themë kupton si ishte bashkia Basha dhe si ishte bashkia e Erionit. Erioni e ka quajtur Rama punë mbaruar me të drejtë. Ishte i shkafët, ishte punë mbaruar, ishte më demokratik, më i majt, pak më komunist se ata të tjerë përpara, i sinqert, kujdesur për të varfrit, por e kupton, kishte një farë sentimenti, më vjen shumë keq që kanë bërë korrupsion. Më vjen shumë keq. Është ju fut ajo lakmia e paras. Ju fut lakmia e paras dhe ai hubrisi i pushtetit, kur nuk ke konkurrent pushtet, kur nuk ke një opozitë të fuqishme, kështu me një mundësi reale për ta në pushtet, pastaj këta dalin jashtë kontrollit. Edhe i ndonë kjo për i 5 dënë, për i inceneratorët edhe dhështi. Po, foto tjetër ju lutem që t'i kalojmë, sepse kemi goxha. Kjo është shkolla Qazim Turdiu, ju folët shumë bukur për babajnë tuaj, po i është dhënë babajt ajo merita dhe vlera që i takon realisht
okej, një shkollë 9-vjeçare nuk është pak, është një emër që jo thjesht e justifikon, po duket sikur i rrin ngusht parit, do të thënë është gjë e vogël, babai juaj meritonte një gjë më të madhe akoma? Të t'i vënë emrin tonë një shkolle është një der jashtëzakonshëm. Bravo. Është shkolla Fanoli është 9-vjeçare, ton? Dhe cili është Fanoli në historinë e Shqipërisë, ton? Dhe të kesh këtë babaiin emrin në një shkollë është një der shumë të madh. Tani ka dhe shkollë kështu Sabaudin Gabrani, pa pasur gjë me Sabaudin Gabranin, po thjesht ishte një i rezistencës, ë? Nëse ato ishin emra politik. Kur ja vunë emrin kësaj shkollës, donin t'ja vinin emrin shkollës së Kuqe, emrin e babit, se shkolla e Kuqe ka qenë ajo. Në shkollën e Kuqe ka shkuar babi, kanë shkuar vëllezërit Turdiu, ka qenë shkolla e vjetër e Tiranës së vjetër, vetëm se e kundërshtoi Xhaxhai me shumë inteligjencë, se tha Ismaili, gjyshi Oridës, tha që në qoftë se shkollës Kuqe vjen emri Qasim Turdiu, do quhet gjithmonë shkolla e Kuqe. Kurse në qoftë se një shkollë të re i vjen emri Qasim Turdiu, do mbetet Qasim Turdiu. Kupton? Pati njerëz në atë kohë në FIS që thanë duhet gjimnaz, jo 9-vjeçare, kupton? Unë vetë jam shumë i kënaqur. Okej. Foto tjetër, ti kalojmë pak më shpejt sepse u ndalëm te kjo Arshipipa ju folët, është dajua juaj. Arshipipa nuk e kam daj, unë kam pas vetëm një daj. Daj mamas. Që ishte fundit i fëmijëve, vllai mamas i fundit Luani, ishte inxhinier elektrik, shumë i njohur në inxhinierinë elektrike të Shqipërisë, Arshiun dhe Myzaferin, Arshiun, dhe vllajën e Arshiut Myzaferin, nëna ime e kishte djalxha dhe djaltezja. Domethënë dy vëllezër u martuan me dy motra. Dy vëllezër u martuan me dy motra. Motra kishte djalxha dhe djaltezje. Enveri pastaj, në këto apetet e Mehmetçeut, egzagjeroi e quajti daj. Do të bëri atë kapërcimin. Bëri kapërcimin pse? Se sipas rregullit zyrtar biografik, kushuriri mamas nuk të futen në biografi. Por ta futën në biografi. Kushuriri mamas nuk futej. Nuk futej në biografi zyrtarisht. Nuk ishte detyruar ta deklaroje. Ata e bën daj, pastaj nga daj se e kontestuam neve, nuk nga daj, në kushuri e kontestuam, e kthyen në daj jo. Pastaj dajo është kështu, ande nga dajat, e kupton? Okej. Foto tjetër, lutem, janë disa fotot, në mos gaboj në këto momente fotot e... Po, janë disa foto radhë, regjia janë 3-4 foto, 5 foto mos gaboj të motrës tuaj, dhe do doja që parit më bëj një përmbledhje të gjithë historisë së motrës, sepse edhe në këto momente në Tiranë është kjo Herion Veliej, se s'dua të kaloj në pjesë tjetër. Si e përcakton, si e përkufizon? Motra jote, sigurisht është motra jote, por në Tiranë vazhdojnë edhe sot, Silvën ta duan, të keni respekt veçantë, ta vlerësojnë, jo thjesht vetëm për bukurinë e saj, jo thjesht për faktin që ajo ishte një volejboliste shumë e njohur asaj kohe, por e duan thjesht Silva si një, gati bën duke si monument kulture, si një monument i gjallë, e duan Silvën, ishte një ikon. Por ta bërë këtë bisedën pak më të lehtë, e kupton? Unë kam gjarë nga pipatët. Ata ishin lebër libohove, unë jam i fort, kam gjarë nga ata. Kurse Silva kanë gjarë nga babi. Është shumë e butë, është e përmbajtur, është shumë e sjellshme, sillet mirë me gjithë, nuk ja prisha skujt, e kupton? Edhe atë karizmën që kishte babi e ka dhe Silva. Silva është më popullore se është zonjë grua, është njëri shumë i aftë, të gjitha gjërat që i bën mirë, ishte studente e vjetës djetanose, ishte sportiste shumë e mirë, dhe kombëtare, se kupton, dhe atëherë volejbolli i gocave ishte
kishte në nivel europian, edhe në Amerikë sot, në profesionet vetë, është shumë e suksesshme. Ajo sot, me sa diun, jeton në New Jersey? Jeton në New Jersey, fillimisht shkuam në New Jersey, jetova dhe unë atje. Ata ikën bashkë me bashortin, ikën në ambasadën gjermane, jam i sakt? Jo, Gimi Kubati. Gim Kubati, edhe ky personazh shumë i njohur. U fut një nga dhoqunët e njohur të Brezit ton, u fut në ambasadën italian. Italian. Silva nuk u fut, se kishte gocën më pak se 2 vjeç. Po? Gocën e madhe, edhe kishte frikë mos i tiste në oborin ambasadës. Nuk u fut. Pastaj unë nuk u fut. Shundet. Faleminderit. Unë nuk futa në ambasadë, ndodhi kështu unë hezitoja të futesha, sepse nuk doja të rëndoja më tej familjen time dhe kushurinë që megjithëse nuk ankoheshin haptas e kishin ngrënë nga neve, tonë, në një kuptim, edhe unë e kuptoja që komunizmi ra. Ra muri Berlinit, u ekzekutua Ceausescu, u futën në ambasada, e kuptoja edhe dhe unë mendova këtë, që këta ose do bëjnë shtypje, represion të ambasadave, që mund tjetë e përgjakshme për ata që janë bërë në ambasadë dhe familje të tyre jashtë, ose këta do i lejnë t'ikin, do më thënë u dorëzuan fare do hapet kufiri. Dhe vërtet, ata u fundën në ambasadë, këta filluan t'japin pasaporta. Dhe unë me 2 shok, Sokoldo Dani, Taulan Dedja, janë të njohur dhe ata në Tiranë, po? Unë kisha shok në ngushtë Sokolit, kurse Taulanti ishte kunati, ishte vllai gruas së Sokolit, e Lirës. Kupton? Vendosëm që të shkonim në Zvicër. Atëherë filloi Ministria e Brendshme të japi pasaporta, ne kishim, ata shokët e mi kishin miqa të brenda që na nxorën pasaportat, bliheshin biletat e Swissair në Hotel Dajti. Dhe Zvicra, Shqiptarët futeshin në Zvicër pa vizë. Pa vizë. Se asnjë shqiptar nuk ishte raticur. Asnjë shqiptar nuk ishte kërkuar shenjë politik. Zvicra i lejonte shqiptarët futeshin rahat fare. Okej, por Silva çfarë bëri në atë moment? Silva qëndroi mbrapa, unë bleva biletën, unë nisëm të trem me 10 korik. Këta në ambasadë ishin brenda, janë larguar nga Shqipëria me 13 korik, ne me 10 korik ishin për Zvicër. Silva iku me ty? Jo. Ne 3 shokët, Silva qëndroi në shtëpi me gocën. Kur shkoi Silva me Gimin, kur u bashkua? Shkova unë në Zvicër. Po? Kontaktova Xhaja në Amerikë. Xhaja kishte gruan italiane. Kunati i gruas së Xhajit italian i çon garancinë Silvës, kupton? Tani kupton. Në Itali, ndërkohë Silva mbas disa muajsh që ishte unë jashtë, iku. Ndërkohë Silva kishte marrë pasaport dhe Silva ka ikë me peshkaregje. Me peshkaregje? Me peshkaregje natën. Natën, klandestin. Peshkaregje natën, me maman time edhe me Rean e vogël. Tani, një pyetje kam. Cili ishte momenti më i rënd, më kritik i gjithë asaj historie të vitit 81, se ju ishit i involvuar goxha, për më tepër që ishim më i madh se motra juaj. Momenti më i rënd për mua, që nuk ishte moment, ishte periudhë, isha kur shifja atë trishtimin e prindërve. Se gjithë puna e tyre për të na rritur neve, për na shkolluar, ne të kishim jetë, u thyen prish. Dhe ata u trishtuan jashtëzakonisht. Bile babai u di nga kanceri, që ndoshta në cilin vit? Edhe nga kanceri, vdiqën relativisht të rinj, ndoshta ajo situatë ka e rënduar. Kurse ne si të rinj, rinia atje forcë. Rinia atje forcë dhe optimizëm. Nuk e kupton rrezikun, shumë mirë, e kupton, të duket vetja i paprekshëm, të duket vetja se kjo situatë do kaloj, e kupton, kur je ri. Këta që ishin të rritur, e kuptonin mirë edhe ishin. Po jo, ai momenti ma ke treguar një herë, ai momenti kur erdhën ata që morën motrën tënde për ta marrë pyetje? Po, dy herë në fakt.
2 herë erdhën për të marrë pyetje. 2 herë. 2 herë. Në fillim ishin të shtëpia e vjetër, domethënë në Laprak, e shumë në shtëpinë e vjetër na çuan në Laprak në 83-shin. Domethënë duhet të ketë qenë 82-shi, bile erdhi Torres Çiraku te shtëpia. I biri Gjule Çiraku, nëse Po. Ka qenë futbolist i Dinamos, ai futbolist i Dinamos, ka qenë dhe hetues Ministrit në Tusi. Erdhi te shtëpia dhe foli me papajn, i tha që duhet vish në mes të natës, duhet vi vajza në mes të natës në bodrumet e Ministrit të Brendshme për Tusi. Silva shkoi bashkë me babin. Me babin, me babain tuaj. Shkoi bashkë me babin. Po? Herën e dytë që e thirrën, ishin në Laprak. Erdhi të dera polici në Laprak, shqyqur dola unë të dera, më tha që duhet paraqitet modra aty të burgu të 313 është të Politeknikumi, të Harifulsi. Të Harifulsi, po. Nuk i thënë parë prindërve se nuk donim të ndonim, shkova unë me motrën, unë prita jashtë, ato e morën brenda për ta pyetur, ai që një moment të vështirë, se nuk e dija do e mbajnë të arrestuar, apo do e... Sa qëndroi Silva në burg? Sa qëndroi Silva aty në pyetje? Ndoshta më pak se një orë. Më pak. Ishte një seancë pyetje e vështirë për Silvën? Ajo muhabeti që vëm në rrugës ishte ky, që Silva ki kujdes mos përmend njerëz të tjerë. Për shembull, në këtë fejesën e Silvës u involvua ky trajner Tartari. Pse? Se ky Skënderi vinte fliste me trajnerin, kupton, edhe u bë pjesë e atyre muhabeteve. Tjetër, për shembull, kur familja ime hezitonte, apo po mendoj, apo e kupton, çuan në shtëpi Elena Tatarek, që të fliste, kupton, sa djali i mirë Skënderi. Mos e refuzoni këtë... Se ka ardhur Elena te familja juaj? Elena, po një feshim, se ishim... Nuk ishte, po? Jetonin atje afër, kishin edhe lidhje të një feshim, nuk ishin të panjohur, një feshim me Kataret, kupton, ishin në shkollën Fagnoli, ishin shoqe me kushunit, vinin, hënin, dilnin, kishin miqësia, vinin në borin tonë këta, kupton, dhe erdhi Elena, do me thënë, në këtë muhabetin e kësaj fejese, u involvuan dashje, me dashje, pa dashje, për njerëz të tjerë, dhe këtë muhabet për në Silva në është të kupton, Silva aty mbaje personale, mbaje krejt personale, e kupton, sigur ka ardhur, ka takuar ty, ka kërkuar ty të fejoni, mos involvon njerëz të tjerë. Ky është muhabeti që po. E kuptova. Silva ishte 20 vjeç, kupton? Unë isha 23, duke vetja pak më i pjekur. Kupton, dhe jepja e këshilloja. Sot Silva, cila është jeta e Silvës? Është në një spital, mos gaboj? Silva donte të bëjë mjeke. Po? Silva janë zonën për ekonomik. Po, këtu në Tiranë. Bëri tretjet ekonomik. E vërtetë që është përjashtuar 2 herë? E përjashtuar nga shkolla në 83-shin, në 90-ën e na ripranuan. Unë u diplomova në Tiranë. Po? Na pranuan se filluan ta zbërthenin atë luftën e klasën, e ripranuan edhe Silvën në universitet, pastaj kur u futi shoqi në ambasadë e përjashtuan prapë. Tashti ndoshta Silva është rekordi që është njeriu i përjashtuar 2 herë në universitet. E bukur fare kjo. Si është Silva? Si është Silva sot? Si jeton për ta mbyllur këtë pjesë? Është shumë mirë, ajo donte të bëjë mjeke, nuk u bë dot mjeke, kupton? Erdhi këtu bëri nursing, infermieria që është nurse, paguhet shumë mirë, do thënë, po ta them unë ty sa e kanë rrogën do të pitesh. Sa e ka? 150.000 vit. Wow. E meriton ajo vajzë?
natyrisht me kështu me seniority, me vjetërsinë punë, me mirë, okay, po. Edhe ka një shtëpi të bukur në një zonë të mirë në New Jersey. Ka 2 vajza. Ka 2 vajza. Ato merren me voleboll? Francesca luajti voleboll në gjimnas, shkollë mesme, bile deklaruan MVP, Most Valuable Player të shkollës, po nuk ishin kërkuar në ato kosat e Dinamos ja. Nuk ishin, ë? Ja. Unë do doja që me të vërtet të flisja direkt me Silvën, po unë e di që si është kjo historia e kësaj, po unë me vërtet e çmoj këtë qytetarin tënde, këtë që ti bën, jo thjesht i hapur, po e tregon me kaq qiltërsi, dhe nuk e merr me mend se sa ka nikur minutat parid, dhe unë e di që unë do të ftoj edhe një herë tjetër ty, se jo vetëm votimet, që ne tani fillon fushata dhe do ndizet, dhe më pëlqeu shumë analiza që bëre jo thjesht për diasporën, por raportin e Shtetit Bashkuar të Amerikës me Shqipërinë. Është me të vërtet një intervistë që unë e shijova. Kjo intervistë është goxha punë për mua, se më duhet të shoh në mëngjes, të bëj dush, e kupton të organizoj ditën, dhe është kënaqësi që fola me ty, e kupton. Mund të flasim edhe një herë tjetër për çështje social-politike, jo personale. Jo personale, okay. Edhe qëllimi kryesor që unë e bëra këtë është që të bëj thirrje e emigrantëve të regjistrohen për të votuar. Vota është fuqi, vota është influenca juaj është e rëndësishme, regjistrohuni dhe votoni. Nuk ju them për këtë votoni, po votoni atë që do interesi juaj dhe zemra juaj, po duhet marrim pjesë. Duhet t'i dalim vendit për Zot. 40% e vendit është jashtë, diaspora nuk do të humbë për Shqipërinë. Parit, të falenderoj, kam shijuar shumë këtë intervistë. Ti do bësh sakrifica të tjera për të dalë në intervistë, sepse mendimet e tua janë shumë të çmuara. Ajo që ti përgatitesh, unë e kuptoj atë natyrën tënde, se ti nuk del kështu, hajde, je i organizuar. Por do ta bështe se Samire bëre këtë thirrjen dhe unë jam i bindur që fjalët e tua, ata që do t'i dëgjojnë, do ndikojnë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe duhet ta bësh edhe për shkak se je ti i pari që ke kërkuar votimin e diasporës. Kështu që unë të mirëpres. Unë në emër të organizatës, unë dhe organizata. Po pra, sigurisht, organizata juaj, organizata i qendrës. Paritur Diu dhe organizata i qendrës. Nuk ju ndaj dot. Kur themi organizata i qendrës, nuk kuptojmë Paritur Diun. Kur themi Paritur Diu, nuk kuptojmë organizata i qendrës. Bordi ka 20 veta. Bordi i e vlesoj. Parit, të falenderoj shumë dhe miru takofshim sërish. Shumë falenderit, kënaqësi, suksese. Falenderit. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot nga unë Lançafoku, mirupafshim.